Elita e biznesit mblidhet për të festuar kontratën më të madhe në historinë e një CEO-je të njohur. Por një gjest përbuzjeje kundër një zonje modeste e shndërron mbrëmjen në skandal. Minuta më vonë, kontrata e saj miliardëshe anulohet para të gjithëve, pa shpjegim. Ajo nuk e dinte se sapo kishte poshtëruar nënën e burrit që mbante perandorinë e saj. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet na ndiqni, vazhdojmë. Salla e hoteli Ambasador në Tiranë nuk kishte pritur kur një ceremoni kaq madhështore. Shandan kristali vareshin nga tavani si yje të kapur, duke pasqyruar dritë të artë mbi mermerin e lustruar që mbulonte çdo centimetër të dyshemes. Valbona Metaj vështronte të gjithë këtë me një buzëqeshje diskrete në buzë, por brenda zemra i rrite me një ritëm të përshpejtuar kënaqësie të pastër. Ky ishte momenti që ajo kishte pritur gjithë jetën. Jo vetëm pritur, por ndjekur me thonjë dhëm, duke sakrifikuar net pa gjumë, fundjava, marrëdhënie dhe madje edhe pjesë të vetes që ndoshta nuk do t'i rikuperonte kurrë. Në moshën 42 vjeçare, Valbona konsiderohej një nga sipërmarrëset më me ndikim në vend. Kompania e saj, Metaj Investime dhe Zhvillim, kishte filluar me një zyrë me qira në rruga Abdi Toptani dhe tani zinte 3 kate të plota të një ndërtese korporative me xham të pasqyruar në të njëjtën zonë. Ishin 500 punonjës, kontrata në 17 qarqe shqiptare dhe pjesëmarrje në projekte që lëviznin miliarda lekë çdo vit. Valbona gjithmonë e dinte se ishte ndryshe. Që e vogël, kur rritej në një apartament të ngushtë në Laprak, ajo shikonte nga dritarja dhe shihte ndërtesat luksoze në largësi, duke i premtuar vetes se një ditë do të ishte brenda tyre, duke komanduar, duke vendosur, duke qenë e rëndësishme. Dhe ajo ja doli. U diplomua në administrim biznesi në Universitetin e Tiranës, bëri MBA në financa, punoi 18 orë në ditë për vite me radhë derisa hapi konsulencën e saj. Klientët e parë ishin të vegjël, të ndrojtur, por Valbona kishte diçka që pak kishin, një ambicie të egër dhe një aftësi mbresëlënëse për të identifikuar mundësi aty ku të tjerët shihnin vetëm rrezik. Me kalimin e kohës, ajo u rrit. Dhe u rrit shpejt. Investitorët filluan të shfaqeshin, kontrata më të mëdha dolën dhe para se ta kuptonte, Valbona ishte në maj. Ose pothuajse. Sepse ajo mbrëmje përfaqësonte majën e vërtetë. Kontrata prej $700 milion me Globaltex Ndërmarrjet, një multinacionale amerikane që më në fund njite potencialin e Metaj Investimeve për të menaxhuar një mega projekt infrastrukturor digital në Shqipëri. Ishte marrëveshja më e madhe korporative e nënshkruar ndonjëherë nga kompania e saj. Ishte konsolidimi përfundimtar i gjithçkaje që ajo kishte ndërtuar. Ishte prova se Valbona Metaj nuk ishte vetëm një tjetër sipërmarrëse e suksesshme, por një forcë e vërtetë. Salla ishte plot. Drejtues të veshur me kostume të patëmeta bisedonin në grupe, duke mbajtur gota shampanje franceze. Gazetar të mediave të specializuara qarkullonin diskretisht, duke regjistruar çdo detaj. Drone të autorizuar të shtypit fluturonin mbi ambient, duke kapur imazhe ajrore që do të transmetoheshin drejt për drejt në kanale televizive dhe portale lajmesh. Valbona kishte punësuar një ekip marrëdhëniesh me publikun për të siguruar që ai moment të raportohej në të gjitha mediat relevante. Fundja, nuk mjaftonte të kishe sukses. Duhej që të gjithë ta shihnin. Duhej që të gjithë ta dinin. Ajo mbante një fustan mbrëmjeje blu të errët, të gjatë dhe të ngushtë, të dizenjuar posaçërisht për rastin nga një stilist i njohur. Flokët e saj të kaftë ishin kapur në një topuz elegant dhe ajo mbante vath diamanti që i kishin përkitur gjyshes së saj, e vetmja trashëgimi familjare që mbante me vete. Valbonës i pëlqente ta mbante këtë lidhje të vogël me origjinën e saj, por vetëm si kujtim se sa shumë kishte evoluar. Ajo nuk ishte më vajza e Laprakës. Ajo ishte Valbona Metaj, CEO, vizionare, referencë. Ndër të ftuarit, ajo përshëndeste gjyqtar, sipërmarrës të njohur kombëtarisht, politikan me ndikim dhe përfaqësues të institucioneve financiare. Çdo shtrëngim duarsh ishte i llogaritur. Çdo buzëqeshje strategjike. Valbona e dinte se në atë ambient, imazhi ishte gjithçka. Dhe ajo e kishte ndërtuar të sajën me saktësi kirurgjike, grua biznesi, e vendosur, e palëkundur, dikush që nuk lëshohej nga asgjë dhe askush. Ceremonia zyrtare do të fillonte pas pak minutash. Në skenën e ngritur në fund të sallës, priste një tavolinë me pëlhur kadifeje të kuqe. Mbi të 2 stilolapsa të artë, dokumente të organizuara dhe një mikrofon.
Valbona do të ngjitej në skenë së bashku me Rihard Kalaj, CEO-n e Globaltech, do të nënshkruanin kontratën para të gjithëve dhe do të ngrenin dolli për të ardhmen. Fotografët do të regjistronin momentin e saktë. Shtypi do të raportonte. Tregu financiar do të reagonte pozitivisht. Gjithçka ishte planifikuar. Por atëherë, ndërsa Valbona bisedonte me një grup investitorësh pranë barit, ajo ndiu një prekje të lehtë në krahun e saj. U kthye duke pritur të gjente ndonjë ekzekutiv ose ndoshta një nga organizatorët e ngjarjes. Në vend të kësaj, pa një zonjë të moshuar me flokë të bardhë të kapur në një topuz të thjeshtë, e veshur me një kostum pantallonash dhe bluzë në një ton bezh diskret. Gruaja buzëqeshi në mënyrë të ndrojtur, pothuajse e turpëruar, dhe sytë e saj të qartë shkëlqenin me një butësi të vërtetë. Valbona nuk e njohu menjëherë. Rudhi pak vetullat e hutuar. Kush ishte ajo grua? Si kishte hyrë në ngjarje? A nuk duhej që siguria ti kishte ndaluar njerëzit pa ftesë? E moshuara u afrua pak më shumë dhe tha, me zë të butë dhe plot emocion, Valbona, e dashur, erdha këtu vetëm për të parë në këtë moment kaq të veçantë. Jam shumë krenare për ty shumë, vërtet. Valbona ndiu një piçkim irritimi. Ajo grua e njihte? Ajo nuk mbante mend ta kishte parë më parë. Dhe pse e quante e dashur? Shikoi rreth e rrotull shpejt dhe vuri re se disa drejtues pranë kishin vënë re skenën. Po vëzhgonin me kureshtje. Valbona e urrente situatat jashtë kontrollit të saj. I urrente surprizat. Dhe ajo grua, me pamjen e saj të thjeshtë dhe prekjen e saj delikate, përfaqësonte pikërisht këtë, diçka të papritur, diçka që nuk ishte pjesë e skenarit. Më falni, por mendoj se jeni ngatëruar, iu përgjigj Valbona, duke u përpjekur të mbante një ton të edukuar, por të prerë. Ky është një event korporativ i mbyllur. Vetëm të ftuarit mund të jenë këtu. E moshuara puliti syt, e befasuar nga ashpërsia, por mbajti buzëqeshjen. E di, e dashur. Erdha me djalin tim. Ai tha se mund të vija të përshëndesja. Gjithmonë kam folur për ty me të, e mban mend? Ai gjithmonë të ka admiruar shumë, edhe pse ti kur nuk i ke dhënë shumë vëmendje. Valbona ndiu gjakun t'i ngrije në vena. Djali? Kush ishte djali i asaj gruaje? Ajo shfletoi mendërisht listën e të ftuarve, duke u përpjekur të identifikonte kush mund të kishte sjellë një nën kaq të papërshtatshme. Dhe ai koment për admirimin, për faktin se ajo kur nuk i kishte dhënë vëmendje. Kush mendonte se kishte të drejtë të fliste kështu me të? Ajo shikoi përsëri rreth e rrotull. Më shumë njerëz po i kushtonin vëmendje tani. Një fotograf kishte drejtuar kamerën në drejtimin e tyre. Valbona ndjeu presionin të rritej. Nuk mund të lejonte që ajo situatë të zgjatej. Nuk mund të lejonte që ajo grua, me thjeshtësinë e saj të sikletshme, të njolloste imazhin që ajo kishte ndërtuar aq me kujdes. Bëri një hap prapa, duke u larguar nga prekja e të moshuarës, dhe shpreha e saj u mbyll. Syt, më parë vetëm të ftohtë, tani digjnin me përbuzje të maskuar keq. Shiko, tha Valbona, duke ngritur pak zërin, unë nuk e di kush jeni, as kush është djali juaj. Por ju qartësisht nuk i përkisni këtij ambienti. Ky është një event korporativ i nivelit të lartë. Njerëz si ju nuk duhet të jenë këtu. Salla rreth e rrotull filloi të qetësohej. Bisedat u ndërpren. Kokat u kthyen. E moshuara, ende pa e kuptuar plotësisht se çfarë po ndodhte, u përpoq të buzëqeshte përsëri, por tani kishte konfuzion në sytë e saj. Por unë erdha vetëm të përshëndes, vajza ime. Unë nuk jam vajza jote, e ndërpreu Valbona, ashpër. Dhe ju po bëni një skenë të sikletshme. Shikoni veten. Shikoni këtë vend. A mendoni vërtet se ka kuptim të jeni këtu? Jeni e varfër. Jeni pa klasë. Njerëz të nivelit tuaj nuk i përkasin eventeve të tilla. Nuk i përkasin rrethit tim. Fjalët dolën si teje të mprehta, duke çar ajrin dhe duke goditur të moshuarën drejt për drejt. Zonja Teuta, siç quhej gruaja, ndjeu këmbët t'i dridheshin. Lotët filluan t'i formoheshin në sy, por ajo u përpoq t'i mbante. Belbëzoi një kërkesë faljeje, zëri i dridhej. Unë nuk doja të shqetësoja, unë vetëm doja. Por Valbona nuk ishte e gatshme të dëgjonte. Ishte e tërbuar. E tërbuar që ishte ndërprerë. E tërbuar që po vëzhgohej.
E tërbuar sepse ajo grua, me brishtësinë e saj irrituese, po I shkatëronte momentin që duhej të ishte perfekt. Ajo mori gotën e verës së kuqe që mbante në dorë, e ngriti me një gest të ashpër dhe, para syve të tmerruar të gjithëve rreth e rrotull, derdhi përmbajtjen mbi kokën e të moshuarës. Lëngu I kuq rodhi poshtë flokëve të bardhë, poshtë fytyrës së rrudhur, poshtë qafës së brisht, duke njollosur bluzën bezh. Pikoi në dyshemen prej mermeri, duke formuar pellgje të vogla të errëta. Zonja Teuta mbylli sytë, e paralizuar nga poshtërimi. Nuk mund të lëvizte. Nuk mund të fliste. Ndjente vetëm nxehtësinë e verës që I lagte lëkurën dhe dhimbjen e thellë të qenit përbuzur në një mënyrë kaq mizore. E gjithë salla ra në heshtje absolute. Askush nuk lëvizte. Askush nuk guxonte të fliste. Fotografët kapën momentin e saktë. Kamerat e droneve regjistruan gjithçka nga lart. Drejtuesit shikonin njëri tjetrin, të pabesueshëm. Disa shmangën sytë, të turpëruar. Të tjerë vazhduan të shikonin, të shokuar. Valbona, megjithatë, nuk shfaqi pendes. Përkundrazi. Ajo buzëqeshi, një buzëqeshje e sforcuar dhe artificiale, rregulloi fustanin me një gjest përbuzës dhe u kthye, duke injoruar plotësisht gruan që sapo kishte poshtëruar. Eci kthjelltësisht drejt qendrës së sallës, sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Sikur kjo të ishte vetëm një rregullim I vogël I nevojshëm. Diçka që duhej bërë për të ruajtur rendin. Për të ruajtur kontrollin. Disa të ftuar u përpoqën të rifillonin bisedat, por atmosfera ishte e rëndë. Zonja Teuta, ende në të njëjtin vend, u ndihmua nga një kameriere që I ofroi peceta. E moshuara pranoi në heshtje, duke fshirë fytyrën me duart e dridhura, dhe më pas doli diskretisht nga salla, duke u zhdukur nga dera e pasme. Askush nuk e ndoqi. Askush nuk pyeti nëse ishte mirë. Valbona u ngjit në sken pak minuta më vonë, siç ishte planifikuar. Rihard Kalaj, CEO I Global Tech, ishte tashmë aty, së bashku me drejtues të tjerë. Ai e shikoi Valbonën me një shprehje të çuditshme, por nuk tha asgjë. Ndoshta nuk e kishte parë incidentin. Ose ndoshta preferonte të mos komentonte. Moderatori filloi fjalimin zyrtar. Foli për partneritetin historik midis Meta Investimeve dhe Global Tech. Lavdëroi vizionin strategjik të Valbonës. Përmendi ndikimet pozitive që kontrata do të sillte për ekonominë shqiptare. Valbona dëgjoi të gjithë këtë me një buzëqeshje të llogaritur në fytyrë, por brenda ajo ende ndjente adrenalinën e konfrontimit. Ende ndjente zemërimin. Ende ndjente nevojën për të provuar se ishte nën kontroll. Kur erdhi radha e saj për të folur, ajo mori mikrofonin dhe ju drejtua audiencës me besimin e zakonshëm. Mirëmbrëma të gjithëve. Ky është një moment historik për Meta Investimet. Një moment që përfaqëson vite punë të palodhur, përkushtim të pandërprerë dhe një vizion të qartë të së ardhmes që duam të ndërtojmë. Jam jashtëzakonisht e nderuar të nënshkruaj këtë kontratë me Global Tech, një kompani që ndan të njëjtat vlera të përsosmërisë dhe inovacionit që kanë udhëhequr gjithmonë rrugën tonë. Duartrokitje të edukuar jehojnë në sallë. Valbona vazhdoi të fliste, duke përshkruar detajet e projektit, përfitimet e pritshme, qëllimet ambicioze. Zëri I saj ishte I fortë, I sigurt, bindës. Askush nuk do të thoshte se, minuta më parë, ajo kishte poshtëruar një zonjë të moshuar në mënyrë brutale. Askush nuk do të vinte në dyshim aftësinë e saj drejtuese vetëm për atë incident. Fundja, ajo ishte Valbona Metaj. Dhe Valbona Metaj nuk bënte gabime. Ose të paktën kështu besonte ajo. Kur mbaroi fjalimin, Rihard Kalaj mori mikrofonin dhe gjithashtu mbajti fjalën e tij. Ai falenderoi Valbonën, ekipin e saj, investitorët e pranishëm. Përmendi rëndësinë e partneritetit. Foli për hapat e ardhshëm. Gjithçka dukej se po shkonte në mënyrë perfekte. Derisa një burr pushtoi skenën. Ai ishte I gjatë, I veshur me një kostum gri të patëmet dhe mbante një çantë lëkure të zezë. Shpreha e tij ishte serioze, pothuajse e alarmuar. Eci drejt e te Rihard Kalaj dhe I pëshpëriti diçka në vesh. CEO I Global Tech u zbe me njëherë. Shikoi burrin, pastaj Valbonën, pastaj audiencën. Kërkoi leje nga mikrofoni dhe u largua për të biseduar veçmas. Valbona ndjeu një shtrëngim në gjoks. Çfarë po ndodhte? Kush ishte ai burr? Pse Rihard dukej kaq I shqetësuar?
Sekondat dukeshin se zvarriteshin. Audienca filloi të murmuriste. Drejtuesit shkëmbenin shikime të hutuar. Valbona u përpoq të ruante qetësinë, por ndjente duart t'i djersinin. Diçka nuk shkonte. Shumë keq. Richard Kalaj u kthye te mikrofoni, por qëndrimi i tij ishte krejtësisht ndryshe. Ai shmangte shikimin drejt për drejt te Valbona. Kolliti, qartësisht i shqetësuar, dhe tha: "Zonja dhe zotërinj, më vjen keq t'ju informoj se, për arsye që ende po sqarohen, nënshkrimi i kontratës do të pezullohet përkohësisht." Një murmurim e lartë përshkoi sallën. Valbona ndjeu tokën t'i ikte poshtë këmbëve. Pezulluar? Si kështu pezulluar? Kjo nuk kishte kuptim. Gjithçka ishte rregulluar. Gjithçka ishte garantuar. Ajo ju afrua Richardit, duke u përpjekur të mbante zërin të ulët, por të prerë. "Richard, çfarë po ndodh?" Nuk e kuptoj. "Çfarë do të thotë pezulluar?" Ai e shikoi me një shprehje që përziente turp dhe diçka afër keqardhjes. Valbona mora një urdhër të drejtpërdrejtë nga aksionari ynë kryesor. "Udhëzimi është i qartë, pezulloni menjëherë nënshkrimin. Nuk mund të bëj asgjë." Aksionar kryesor? Por kush? Pse? Valbona ndjeu panikun të fillonte të rritej. "Richard, kjo nuk mund të ndodhë. Ne kemi një marrëveshje. Kemi muaj negociatash. Kemi..." "E di," e ndërpreu ai, duke u larguar tashmë. "Por urdhrat janë të qarta. Më vjen shumë keq." Dhe atëherë, si në një koreografi të errët, drejtues të tjerë filluan të ngriheshin. Përfaqësues të kompanive partnere, investitor, antar të bordit. Një nga një, ata po dilnin nga salla. Disa përshëndetën Valbonën shpejt me shikime shmangëse. Të tjerë thjesht dolën pa thënë asgjë. Valbona mbeti në skenë e vetme, ndërsa salla që minuta më parë ishte plot admirim tani shndërrohej në një shkretëtir karrigesh të zbrazta dhe shikimesh gjykuese. Fotografët vazhdonin të regjistronin. Dronët ende fluturonin. Por tani, në vend që të kapnin triumfin, ata po dokumentonin rënien. Ajo zbriti nga skena me këmbë të dridhura. Kërkoi dik nga ekipi i saj, por të gjithë dukeshin po aq të humbur sa ajo. Asistenti i saj, besniku, ju afrua me celularin në dorë, fytyra e zbeth. "Valbona, portalet e lajmeve tashmë po e raportojnë. Thonë se kontrata është anuluar. Dhe ka një video jotja me një zonjë." Valbona i rrëmbeu celularin nga dora dhe e pa. Ishte videoja e poshtërimit. Tashmë kishte mira shikime. Komentet ishin shkatëruese. Sipërmarrësja poshtëron të moshuarën në event luksos. CEO hedh verë mbi gruan e varfër gjatë ceremonisë. Arrogancë pa kufi. Ajo ndjeu të përziera. Ndjeu zemërim. Ndjeu dëshpërim. Por mbi të gjitha, ndjeu frikë. Frikë se gjithçka që kishte ndërtuar po shkatërohej para syve të saj. Dhe pikërisht kjo po ndodhte. Valbona doli nga hoteli Ambassador atë natë pa e kuptuar plotësisht se çfarë kishte ndodhur. Hyri në makinën që e priste, i kërkoi shoferit ta çonte në shtëpi dhe kaloi gjithë udhëtimin në heshtje, duke parë nga dritarja dritat e Tiranës që kalonin si një mjegull e paqarë. Mendja e saj rrotulloi në rrethe, duke u përpjekur të gjente përgjigje, duke u përpjekur të kuptonte si gjithçka ishte shkatëruar kaq shpejt. Kur arriti në apartamentin e saj në blok, një duplec 300 metra katror me pamje nga parku i madh, ajo u mbyll në dhomë dhe kaloi natën zgjuar, duke shfletuar lajmet, duke lexuar komentet, duke parë pasojat. Videoja e poshtërimit ishte bërë virale. Ishte kudo. Gazeta, faqe interneti, rrjete sociale. Të gjithë flisnin për Valbona Metajn, sipërmarrësen mizore që hodhi verë mbi një të moshuar të pambrojtur. Dhe kontrata? Kontrata prej 700 milionësh ishte anuluar. Anuluar zyrtarisht. Globaltech lëshoi një deklaratë duke thënë se, pas rivlerësimit të kritereve etike dhe harmonizimit të vlerave, vendosi të pezullonte për një kohë të pacaktuar partneritetin me Metaj Investime. Valbona nuk mund ta besonte. Nuk mund ta pranonte. Si mund të shkatëronte një veprim i vetëm, një moment i vetëm, gjithçka? Si mund ta shkaktonte një grua kaq e parëndësishme, ajo e moshuar parëndësi, një shkatërim kaq të madh? Por më e keqja ende nuk kishte ardhur. Sepse Valbona ende nuk e dinte kush ishte vërtet zonja Teuta.
Ende nuk e dinte kush ishte djali diskret që ajo kishte përmendur. Ende nuk e dinte se universi ishte gati t'i zbulonte asaj madhësinë reale të arrogancës së saj. Dhe kur ta zbulonte, do të ishte tepër vonë. Agimi erdhi pa Valbona të kishte fjetur qoftë edhe një minutë. Ulur në koltukun e dhomës, e mbështjell me një batanie kashmiri, ajo shikonte diellin të lindte pas ndërtesave të Tiranës me një ndjenjë realiteti. Duke e pamundur që vetëm 12 orë më parë ajo ishte në kulmin e lavdis, gati të nënshkruante kontratën më të madhe të karrierës së saj. Dhe tani, ja ku ishte e vetme, duke parë reputacionin e saj të shkatërrohej në kohë reale në rrjetet sociale. Celulari nuk pushonte së dridhuri. Mesazhe, thirrje të humbura, njoftime. Valbona shikonte ekranin me një përzierje tmerri dhe magjepsieje. Ishin gazetarë që kërkonin intervista, klientë të shqetësuar që donin shpjegime, antar të bordit të kompanisë që kërkonin një takim urgjent. Por ajo nuk kishte forcë të përgjigjej. Jo ende. Së pari, duhej të kuptonte se çfarë kishte ndodhur vërtet. Në orën 7 të mëngjesit, Besniku, asistenti i saj, telefonoi për herë të 10. Valbona më në fund ju përgjigj, zëri i ngjirur nga lodhja. Besnik. Valbona, faleminderit Zotit. Po përpiqem të flas me ty që mbrëm. Duhet të flasim urgjentisht. Situata është më e keqe se sa mendonim. Më keq si? Besniku hezitoi në anën tjetër të linjës. I ke parë lajmet e sotme? Valbona shikoi tabletin pranë, ku mbante të hapura portalet kryesore të ekonomisë. Rifreskoi faqen dhe ndjeu zemrën t'i fundosej. Titujt ishin shkatërues. Si përmarrësja, Valbona Metaj humbet kontratën milionëshe pas poshtërimit të moshuarës në event. Video virale, CEO e Metaj Investimeve dhunon moralisht zonjën e moshuar gjatë ceremonisë. Rënje e lirë, aksionet e kompanive të lidhura me Valbona Metajn bien pas skandalit. Ajo kaloi dorën në fytyrë duke u përpjekur të përpunonte gjithë atë. Besnik, kam nevojë për ty këtu. Tani. Duhet të bëjmë një menaxhim dëmi. Duhet të... Valbona, e ndërpreu ai, toni më serios se sa kishte dëgjuar ndonjëherë. Ka diçka më shumë. Mora telefonata nga 3 prej investitorëve tanë më të mëdhenj këtë mëngjes. Të gjithë po konsiderojnë të tërheqin fondet e tyre nga kompania. Ata janë të shqetësuar për imazhin, për shoqërimin. Ata nuk duan të shihen duke mbështetur dikë që mirë, që bëri atë që bëre ti. Valbona ndjeu zemërimin të shpërthente brenda saj. Çfarë bëra unë? Unë vetëm largova një person që nuk duhej të ishte në atë event. Unë po mbroja imazhin e kompanisë sime. Heshtje në anën tjetër. Besniku qartësisht nuk dinte si të përgjigjej. Më në fund, ai tha, me kujdes, Valbona, mendoj se duhet të shohësh si po e shohin njerëzit këtë. Nuk është për atë që ishte apo jo në event, është për mënyrën si e trajtove. Vera, fjalët gjithçka u regjistrua. Dhe është kudo. Valbona e mbylli telefonin pa u përgjigjur. Hodhi celularin në divan dhe u ngrit duke ecur drejt dritares. Poshtë, qyteti zgjohej për një ditë tjetër. Njerëzit shkonin në punë, çonin fëmijët në shkollë, jetonin jetët e tyre normale. Dhe ja ku ishte ajo, Valbona Metaj, duke vëzhguar gjithçka nga apartamenti i saj luksos, duke ndjerë për herë të parë në jetë se gjithë suksesi që kishte arritur mund thjesht të zhdukej. Orët në vijim ishin si një mjegull. Besniku arriti me një grumbull dokumentesh dhe një plan veprimi për të menaxhuar krizën. Punësuan një kompani të specializuar në menaxhimin e reputacionit. Përpiluan një deklaratë zyrtare duke kërkuar falje për incidentin, duke pretenduar se Valbona kishte kaluar një moment stresi ekstrem dhe se kjo nuk pasqyronte vlerat e saj të vërteta. Por kur deklarata u publikua, reagimi ishte edhe më i keq. Njerëzit akuzuan Valbonën se ishte fallco, se po kërkonte falje vetëm sepse ishte zbuluar. Influencer digital bën video duke analizuar gjuhën e saj të trupit, duke treguar shenja se ajo nuk ishte vërtet e penduar. Dhe atëherë filluan pasojat reale të biznesit. Të hënën në vijim, Valbona u thirr për një takim urgjent me bordin e Metaj Investimeve. Salla e mbledhjeve në katin e 23 ishte e tensionuar kur ajo hyri. 8 antar të bordit e prisnin, ulur rreth tavolinës së xhamit, me shprehje që varionin nga shqetësimi në mosmiratim.
Flamur Agolli, kryetari i bordit dhe një nga investitorët e parë të kompanisë, e hapi takimin pa hezitim. Valbona, a e kupton seriozitetin e situatës në të cilën na ke vënë? Ajo ul, duke u përpjekur të mbante një qëndrim të drejtë, të sigurt. Flamur, e kuptoj që ka pasur një reagim negativ. Por duhet të fokusohemi te ajo që ka rëndësi, rezultatet tona, projektet tona, aftësia jon për të përmbushur. Një incident i izoluar nuk mund të përcaktoj vite punë të suksesshme. Incidenti i izoluar, ndërhyri Mirela Duka, një nga investitorët. Valbona, humbëm kontratën prej 700 milionësh me Global Tech. 3 investitorë tashmë kanë sinjalizuar se do të tërheqin fondet. Po marrim telefonata nga klientë të shqetësuar. Imazhi i kompanisë është plotësisht i komprometuar. Ky nuk është një incident i izoluar. Kjo është një krizë. Valbona ndjeu frustrimin të rritej. Pse nuk e kuptonin? Pse i jepnin kaq shumë peshë kësaj? Mund ta rimarrim. Gjithmonë e kemi rimarrë. Kemi kontrata të tjera në negociata, projekte të tjera që gjithashtu por i vlerësohen, e ndërpreu Flamuri. Valbona, çështja nuk është vetëm financiare. Është etike. Ti poshtërove publikisht një zonjë të moshuar. I hodhe verë. E quajtë të varfër, pa klasë. Kjo u transmetua drejt për drejt, u regjistrua, u shpërnda miliona herë. Si pret që partnerët tanë, klientët tanë, të vazhdojnë të besojnë në udhëheqjen tonë? Unë tashmë kam kërkuar falje. Valbona i u kundërpërgjigj, zëri më i lartë se sa kishte dashur. Unë e pranova gabimin. Çfarë tjetër doni që të bëj? Heshtje e rëndë pushtoi sallën. Flamuri shkëmbeu shikime me anëtarët e tjerë të bordit para se të fliste përsëri. Valbona, ne kemi nevojë që ti të tërhiqesh përkohësisht nga presidenca e kompanisë. Derisa situata të qetësohet. Derisa të mund të rindërtojmë imazhin ton. Valbona ndjeu sikur kishte marrë një grusht në stomak. Të tërhiqem? Nga kompania ime? Është përkohësisht, Mirela u përpoq ta zbute. Vetëm derisa të mund të kontrollojmë dëmet. Ti do të jesh ende aksionare, do të kesh ende zë në vendimet strategjike. Por kemi nevojë për një fytyrë të re në krye. Dik që nuk është i lidhur me incidentin. Valbona u ngrit papritur, Karrigia gërvishti dyshemen. Ju nuk mund ta bëni këtë. Unë e ndërtova këtë kompani nga zeroja. Unë ju solla secilin prej jush këtu. Valbona e ndërpreu Flamuri, i prerë por jo mizor. Ti e ndërtove, po. Dhe prandaj po përpiqemi të shpëtojmë atë që ti ndërtove. Por në këtë moment, ti je problemi. Dhe duhet të veprojmë shpejt para se të jetë tepër vonë. Ajo i shikoi secilin prej tyre, duke kërkuar ndonjë shenjë mbështetjeje, besnikërie. Por gjeti vetëm vendosmëri. Ata tashmë kishin vendosur. Ai takim ishte vetëm një formalitet. Valbona doli nga salla e mbledhjeve pa thënë asgjë tjetër. U kthye në zyrën e saj, mbylli derën dhe u ul në karrigen prej lëkure që kishte zgjedhur personalisht kur kishte dekoruar atë hapësirë. Shikoi rreth e rrotull, duke parë çmimet në raftet, fotot e inkuadruara të ngjarjeve të rëndësishme, pllakat përkujtimore. Gjithçka dukej e largët tani, sikur t'i përkiste një jetë tjetër. Në ditët në vijim, situata vetëm u përkeqësua. Shtypi vazhdoi të mbulonte rastin, tani duke eksploruar kënde të reja. Bën artikuj për rrugëtimin e Valbonës, intervistuan ish punonjës që folën për temperamentin e saj të vështirë, kërkesën e saj ekstreme, ftohtësinë e saj. Dolën raporte për situata të tjera ku ajo kishte trajtuar njerëz me përbuzje, megjithse asgjë aq e qartë sa incidenti me të moshuarën. Dhe atëherë, 3 ditë pas ceremonisë fatale, një informacion i ri filloi të qarkullonte diskretisht në qarqet e biznesit të Tiranës, identiteti i gruas së poshtëruar. Valbona ishte në shtëpi kur besniku telefonoi, zëri i dridhur. Valbona, a je ulur? Çfarë ka tani, besnik? Zbulova kush ishte zonja. Ajo që ti. Mirë, ajo e videos. Valbona ndjeu një të ftohtë. Dhe emri i saj është Teuta Tare. Zonja Teuta, siç njihet. Ajo është nëna e një burri të quajtur Gjençen Uter. Emri nuk i thoshte asgjë Valbonës. Gentian Tare? Kush është ai? Besniku hezitoi.
A të kujtohet ai analisti financiar që punoi me ne rreth 5 vjet më parë? Qëndronte në departamentin e kërkimit, gjithmonë i qetë, kur nuk tërhiqte vëmendjen. Valbona shfletoi kujtesën e saj, por nuk arriti të vizualizonte askën. Kaq shumë njerëz kishin kaluar nëpër kompaninë ndër vite. Nuk më kujtohet. Dhe çfarë? Cila është rëndësia? Valbona bëra disa kërkime. Gentian Tare u largua nga kompania jonë dhe mirë, me sa duket ai investoi mirë. Shumë mirë. Ka zëra se ai ka ngritur një rrjet investimesh përmes holdingjeve dhe trusteve offshore. Askush nuk e di saktësisht sa ka, por besnik, shko drejt e në thelb. Valbona, Gentian Tare mund të jetë një nga investitorët tanë të fshehur. Ndoshta edhe kryesori. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Valbona ndjeu tokën të zhdukej përsëri nën këmbët e saj. Investitori i fshehur? Si kështu? Shpjegoje këtë më mirë, kërkoi ajo, zëri i ulët. Besniku mori frym thellë. A të kujtohet kur morëm atë investim gjigant 3 vjet më parë? Që lejoi zgjerimin ton kombëtar? Erdhi përmes një holdingje nga ishujt e Virgjër Britanik të quajtur Horizon Ventures. Gjithmonë kemi supozuar se ishte një grup ndërkombëtar, por kur nuk hetuam thellësisht sepse parat ishin reale dhe kushtet ishin të shkëlqyera. Mirë, unë punësova një hetues privat për të gjurmuar origjinën. Dhe gjithçka tregon se Horizon Ventures kontrollohet nga Gentian Tare. Valbona ndjeu të përziera. Por kjo nuk ka kuptim. Pse do të investonte në kompaninë time? Pse do ta fshite këtë? Nuk e di. Por ka më shumë, Valbona. Kontrata me Global Tech? Kush ishte ura midis jush dhe atyre? Kush ja prezantoi kompaninë Reherder College? Valbona mendoi. Kishte qenë përmes një ndërmjetësi. Një konsulencë butik që ajo nuk e kishte dëgjuar kur më parë. Ata kishin kontaktuar një vit më parë duke ofruar lidhjen me Global Tech. Në atë kohë, Valbona e kishte gjetur të çuditshme, por nuk kishte pyetur. Ishte një mundësi shumë e madhe. Po thua se? Po them se Gentian Tare mund të ketë orkestruar gjithë këtë. Investimet, lidhjet, kontratën. Gjithçka. Valbona ndjeu zemërim dhe konfuzion në pjesë të barabarta. Por pse? Çfarë fiton ai me këtë? Nuk e di. Por ti po shtërove nënën e tij, Valbona. Dhe tani gjithçka po shkatërohet. Ajo e mbylli telefonin dhe mbeti në mes të dhomës duke përpunuar. Gentian Tare. Një emër që mezi e mbante mend. Një punonjes i parëndësishëm që ajo ndoshta nuk e kishte trajtuar kur me rëndësi. Dhe ai ishte pas gjithçkaje? Valbona kishte nevojë për përgjigje. Mori celularin dhe i kërkoi besnikut të gjente adresën e Gentianit. Nuk kishte rëndësi çfarë duhej të bënte, ajo do të shkonte tek ai dhe do të zbulonte të vërtetën. 2 orë më vonë, Valbona ishte para një ndërtese diskrete në rruga Don Bosco. Nuk ishte luksoze, por ishte elegante, e vendosur mirë. Ajo kontrolloi numrin e apartamentit që besniku kishte gjetur dhe u ngjit me ashensor, zemra i rritë shpejt. Kur ra në derë, një pjesë e saj priste që askush të mos përgjigjej. Por dera u hap, duke zbuluar një burr rreth të 40-tave, me flokë të kaftë paksa të thinjur, sy të errët dhe një shprehje të qetë që kontrastonte plotësisht me turbullirën e emocioneve që ndjente Valbona. Valbona, tha ai, sikur ta priste. Hyni. Ajo hezitoi për një sekond para se të hynte. Apartamenti ishte i thjeshtë por i rehatshëm. Libra të grumbulluar, mobilje druri, një pamje e këndshme e qytetit. Gentiani mbylli derën dhe tregoi me dorë divanin. Ulu. Valbona mbeti në këmbë. Gentian Tare. Ti punove për mua. Puna. Për 3 vjet. Ti kur nuk më vure re, sigurisht. Por po, punova për ty dhe tani zbuloj se ti e çfarë? Një investitor sekret? Ti financove kompaninë time? Gentiani buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje e trishtuar. Ndër të tjerash. Po. Pse? Pse do ta bëje këtë? Pse ta fshije? Ai shkoi te dritarja duke parë jashtë. Sepse unë besoja te ti, Valbona. Kur punoja në kompaninë tënde, pash potencialin tënd. Pash aftësinë tënde për të kthyer idetë në realitet.
Po, ishe e vështirë. Ndonjëherë mizore. Por mendova se ndoshta, me mbështetjen e duhur, me burimet e duhura, ti mund të bëheshe jo vetëm një sipërmarrëse e suksesshme, por dikush që vërtet bënte ndryshim. Valbona tundi kokën, e hutuar. Pra, ti më ndihmove? Pse? Çfarë fiton me këtë? Asgjë. Nuk doja asgjë. Vetëm doja të shija të shkëlqeje. Nëna ime gjithmonë më ka mësuar të mbështes njerëzit në të cilët besojmë. Edhe kur ata nuk e kuptojnë. Edhe kur nuk e njohin. Nëna jote. Valbona ndiu një nyje në fy. Zonja Teuta. Gentiani u kthye për ta parë dhe për herë të parë Valbona pa zemërim në sytë e tij. Nëna ime. Gruaja që ti poshtërove publikisht. Gruaja që ti mbulove me verë dhe e quajte të varfër, pa klas, para qindra njerëzve. Valbona u përpoq të fliste, por fjalët nuk i dilnin. Gentiani vazhdoi, zëri i fortë por i ngarkuar me emocion. Ajo shkoi në atë event sepse unë e ftova. Sepse unë isha aty duke vëzhguar nga larg, siç kam bërë gjithmonë. Dhe ajo donte të përshëndesja. Ajo gjithmonë më dëgjonte të flisja për ty, për punën tënde, dhe u gëzua kur mori vesh për kontratën. Ajo donte vetëm të thoshte se ishte krenare. Kaq ishte gjithçka. Unë nuk e dija. Valbona filloi, por Gentiani e ndërpreu. Ti nuk e dije sepse kur nuk u kujdese të dije. Për ty, ajo ishte vetëm një person tjetër i parëndësishëm. Ashtu siç isha unë. Ashtu siç janë të gjithë ata që nuk janë pjesë e rrethit tënd elitar. Valbona ndieu lotët të kërcënonin, por i mbajti. Gentian, unë bëra një gabim. Një gabim të tmerrshëm. Por ti nuk mund të shkatërosh gjithçka që unë kam ndërtuar për shkak të kësaj. Ti nuk mund të. Unë mundem. Dhe e kam bërë. Ai mori një dosje që ishte mbi tavolinë dhe ia dha asaj. Këto janë dokumentet e ndërprerjes së të gjitha investimeve të mia në kompaninë tënde. Ligjore, të pakthyeshme. Kontrata me Global Tech. Unë isha aksionari kryesor që bllokoi nënshkrimin. Investitorët e tjerë që po tërhiqen? Unë u sugjerova ta bënin këtë. Valbona hapi dosjen me duar të dridhura. Ishte e vërtetë. Gjithçka ishte aty. Dokumente ligjore, nënshkrime, vula. Ti po më shkatëron. Jo. Ti e shkatërove veten. Unë vetëm hoqa mbështetjen time. Dhe patë, Valbona, ti do të zbulosh se shumë nga ajo që konsideroje të nden, kur nuk ishte vërtet e jotja. Ajo e shikoi, e dëshpëruar. Të lutem. Duhet të ketë diçka që mund të bëj. Do t'i kërkoj falje nënës tënde. Do të bëj çdo gjë. Vetëm mos e. Valbona, ti tashmë ke kërkuar falje. Publikisht. Dhe ishte e zbrazët. Sepse ti nuk e kupton çfarë bëre gabim. Për ty, problemi është pasojat, jo vetë veprimi. Nuk është e vërtetë. E di që gabova. E di që isha mizore. Unë vetëm e. Ajo ndaloi, zëri i dridhej. Gentiani pshërtiu, i lodhur. E di çfarë më tha nëna ime kur u kthye në shtëpi atë natë? Ajo tha se nuk ishte e zemëruar me ty, ishte e trishtuar. E trishtuar sepse shitet e ti dik kaq të shkëlqyer, kaq të aftë, por kaq të zbrazët brenda. Dhe ajo kishte të drejtë. Valbona ndieu lotët më në fund t'i rridhnin. Ra në gjunjë, aty në mes të dhomës së apartamentit të Gentianit, duke qarë në një mënyrë që nuk kishte qarë që fëmijë. Të lutem, ajo ju lut. Të lutem, më jep një shans për ta rregulluar këtë. Gentiani e vëzhgoi për një kohë të gjatë para se të përgjigjej, zëri i butë por i prerë. Nuk ka asgjë për të rregulluar, Valbona. Të paktën jo mes nesh. Ajo që duhet të rregullosh është brenda teje. Dhe këtë, askush nuk mund ta bëj për ty, ai hapi derën, duke treguar se biseda kishte mbaruar. Valbona u ngrit, fshiu fytyrën dhe doli pa shikuar prapa. Ndërsa zbriste me ashensor, ajo mbante dosjen me dokumente, duke ndjer peshën reale të gjithçkaje që kishte humbur. Dhe më e keqja ishte të dinte se ajo vetë kishte shkaktuar gjithë atë. Ditët që pasuan takimin me Gentianin ishin më të errëtat në jetën e Valbonës. Ajo kaloi pjesën më të madhe të kohës e mbyllur në apartament, duke shmangur kontaktin me botën e jashtme.
Lajmet vazhdonin, por tani me zhvillime të reja. Shtypi kishte zbuluar lidhjen midis gentiantare dhe meta i investimeve. Titujt spekulonin për investitorin fantazm që kishte ndërtuar dhe më pas shkatëruar një perandori korporative. Disa publikime e portretizonin Gentianin si një hakmarrës të heshtur. Të tjerë vinin në dyshim etikën e veprimeve të tij. Por shumica binin dakord në një pikë, Valbona kishte korrur pikërisht atë që kishte mbjell. Kompania ishte në rënje të lirë. Pa investimet e Gentianit dhe me tërheqjen e partnerëve të tjerë të frikësuar nga kriza e imazhit, Meta Investimet u detyrua të anulonte projekte, të shkarkonte punonjës dhe të rinegocionte kontrata. Flamur Agolli, kryetari i bordit, mori përkohësisht menaxhimin dhe bëri të pamundurën për të ndalur hemorragjin financiare. Por të gjithë e dinin se do të ishte e vështirë të rikuperohej prestigji i humbur. Valbona mori lajmin se ishte zyrtarisht e larguar nga presidenca në një të martë me shi. Besniku shkoi në apartamentin e saj për t'i dorëzuar dokumentet personalisht dhe për herë të parë që kishte filluar të punonte me të, duke i vërtet i shqetësuar për mirëqenien e saj. Valbona, duhet të hash diçka, tha ai, duke parë grumbullin e kutive të ushqimit me porosi të shpërndara nëpër dhomë. Duhet të dalësh nga këtu. Kjo nuk po të bën mirë. Ajo ishte ulur në divan, e veshur me të njëjtën rrobë shtëpie për 2 ditë, me flokë të çrregull. Mezi dukej si ekzekutivja e patëmet që drejtonte takime me dorë të fortë. Nuk ka arsye për të dalë, besnik. Nuk ka arsye për asgjë. Kjo nuk është e vërtetë. Ti ende ke burime. Ende ke njohuri. Mund të rindërtosh nëse dëshiron. Valbona qeshi, por ishte një tingull i hidhur. Të rindërtoj? Me çfarë imazhi? Me çfarë besueshmërie? Askush nuk më beson më. Askush nuk më respekton më. Unë jam gruaja që hodhi verë mbi një të moshuar. Kjo është ajo që njerëzit do të mbajnë mend kur të dëgjojnë emrin tim. Besniku pshërtiu duke u ulur pranë saj. Atëherë ndryshon narrativën. Trego që ke mësuar. Trego që je ndryshe. Si ta bëj këtë? Ai nuk kishte përgjigje. Qëndruan ulur në heshtje për disa minuta para se besniku të ngrihej. Unë do të vazhdoj të punoj me flamurin për momentin. Por nëse ke nevojë për mua, për çfarëdo qoftë, vetëm telefonoj. Kur ai doli, Valbona mbeti përsëri vetëm. Por këtë herë, në vend që të fundosej më thellë në vetëkënaqësi, ajo u ngrit. Eci drejt banjës, u shikua në pasqyrë dhe mezi e njohu veten. Sytë ishin enjtur, lëkura e zbeth, shpreha e mundur. Ishte sikur gjithë besimi që e kishte përcaktuar gjithmonë ishte avulluar, duke lënë vetëm një guask të zbrazët. Ajo bëri dush, për herë të parë në ditë duke ndjer ujin e ngrohtë vërtet. Veshi rroba të pastra, të thjeshta. Dhe më pas mori celularin dhe bëri diçka që nuk e kishte bërë prej shumë kohësh, telefonoi nënën e saj. Zonja Marieta jetonte në një apartament modest në Laprak, në të njëjtin lagje ku ishte rritur Valbona. Të dyja ishin larguar nga njëra tjetra vitet e fundit, veçanërisht pasi Valbona filloi të frekuentonte qarqet më elitare. Valbona gjithmonë kishte menduar se nëna e saj nuk e kuptonte botën e saj, ambicjet e saj. Dhe zonja Marieta, nga ana tjetër, gjithmonë kishte ndjerë se kishte humbur vajzën e saj në një univers pamjesh dhe ftohtësie. Valbona? Vajza ime, a je vërtet ti? Zëri i zonja Marietës tingëllonte i befasuar kur u përgjigj. Përshëndetje, mami. Unë doja të dija nëse mund të vi të shoh. Pati një pauzë në anën tjetër. Sigurisht, vajza ime. Sigurisht që mundesh. Kur? Tani. Nëse nuk është shqetësuese. Kur nuk është shqetësuese? Eja. Valbona thiri një makinë me aplikacion dhe, gjatë gjithë udhëtimit drejt Laprakës, u ndje e çuditshme. Kishte vite që nuk e kishte vizituar atë lagje. Kur kalonte nëpër rrugët e njohura, njite pjesë të fëmijërisë së saj, furrën e bukës ku blinte bukë në mëngjes, shkollën ku studioi deri në gjimnaz, sheshin ku luante me fëmijët e tjerë. Gjithçka dukej më e vogël se sa e mbante mend, por gjithashtu më mikpritse. Zonja Marieta e priti me një përqafim të fortë. Ishte një grua rreth 65 vjeçare, me flokë të thinjur, duar të ashpra nga vite punë si rroba qepse. Ajo e kishte rritur Valbonën vetëm, pasi baba i tyre vdiq kur Valbona ishte vetëm 8 vjeç.
punoi pa u lodhur për t'i dhënë vajzës arsim, mundësi, një jetë më të mirë. Je kaq e dobët, komentoi zonja Marieta, duke e futur Valbonën brenda apartamentit. Do të bëj një kafe. Ke ngrënë sot? Jo shumë. Ndërsa nëna po përgatiste kafe dhe po ndante bukë, djathë dhe fruta, Valbona u ul në tavolinën e vogël të kuzhinës. Shikoi rreth e rrotull, duke parë muret e thjeshta, mobiljet e vjetra por të mirëmbajtura, fotot familjare të varura. Kishte një foto të saj në diplomimin e fakultetit, duke buzëqeshur me robën e diplomimit. Dukeshin si një person tjetër. Zonja Marieta vuri gjithçka në tavolinë dhe u ul përballë vajzës. I pash lajmet, Valbona. Pash çfarë ndodhi. Valbona ndiu një shtrëngim në gjoks. Dhe çfarë mendove? Nëna i mori dorën me butësi. Mendova se vajza ime humbi rrugën. Por gjithashtu mendova se ajo ende mund ta gjejë veten. Lotët filluan t'i rridhnin në fytyrë Valbonës. Mami, unë shkatërova gjithçka. Gjithçka që ndërtova. Gjithçka që arrita. Dhe më e keqja është se unë e bëra këtë me veten. Isha mizore me një grua që donte vetëm të ishte e sjellshme. Isha arrogante, mendje madhe. U bëra pikërisht lloji i personit që dikur përbuzja kur isha fëmijë. Zonja Marieta ja shtrëngoi dorën. Valbona, ti gjithmonë ke qenë e vendosur. Gjithmonë ke dashur më shumë, gjithmonë ke luftuar. Dhe nuk ka asgjë të keqe me këtë. Problemi është kur harrojmë nga vim. Kur harrojmë se suksesi nuk është vetëm për para apo pushtet. Është për atë kush je kur askush nuk po shikon. Si ta rregulloj këtë? Si të kthehem në atë që isha? Ti nuk kthehesh. Ti vazhdon, por duke qenë ndryshe. Më mirë. Ato biseduan për orë të tëra. Valbona i tregoi për Gentianin, për mënyrën si ai kishte financuar fshehurazi kompaninë e saj, për mënyrën si ajo asgjë e mbante mend atë. Tregoi për poshtërimin e zonja Teutës, për verën, për fjalët helmuese. Dhe për herë të parë, pranoi me zë të lartë, unë e bëra atë sepse kisha frikë. Frikë se njerëzit do të shihnin se unë nuk jam aq ndryshe nga ata. Se unë gjithashtu vi nga një vend i thjeshtë. Se unë gjithashtu luftova. Ndërtova këtë imazh për sosmërie, superioriteti, dhe kur ajo grua më preku, kur ajo më trajtoi me dashuri, ndjeva se maska ime do të binte. Kështu reagova. Dhe e shkatërova atë para se ajo të mund të më kujtonte kush jam vërtet. Zonja Marieta dëgjoi gjithçka me durim dhe, kur Valbona mbaroi, tha, vajza ime, ti e di çfarë duhet të bësh. Duhet të kërkosh falje vërtet. Jo një deklarat publike. Jo një deklarat për shtyp. Duhet të shikosh në sytë e asaj gruaje dhe të kërkosh falje me gjithë zemër. Valbona tundi kokën. Ajo kur nuk do të më pranoj. Gentiani e bëri të qartë se nuk dëshiron asgjë me mua. Nuk është për atë që duan ata. Është për atë që ti duhet të bësh. Duhet të provosh. Valbona kaloi natën në shtëpinë e nënës, duke fjetur në dhomën që kishte qenë e saj gjatë fëmijërisë. Për herë të parë në javë, arriti të flinte thellë. Kur u zgjua, u ndje ndryshe. Ende mbante dhimbjen, fajin, pendesën. Por gjithashtu ndjente diçka të re, vendosmëri. Jo vendosmërinë e ftohtë dhe llogaritëse që e kishte udhëhequr gjithmonë në biznes, por diçka më të sinqertë. Një dëshirë reale për të rregulluar atë që kishte thyer. Atë mëngjes, zonja Marieta përgatiti mëngjesin që Valbona e adhuronte kur ishte fëmijë, bukë franceze të ngrohtë, gjalp, kafe me qumësht dhe fruta. Ulur në tavolinë, nëna shikoi vajzën me dashuri. E di, Valbona, kur ishe e vogël, gjithmonë thoje se doje të ndryshoje botën. E mban mend? Valbona buzëqeshi dobët. E mbaj mend. Isha kaq idealiste. Nuk ishte idealizëm. Ishte mirësi. Ti shije një fëmijë të uritur në shkollë dhe ndaje drekën tënde. Shije dikë të trishtuar dhe shkoje të flisje. Ti kishe një zemër të madhe, vajza ime. Vetëm e harrove atë rrugës. Fjalët prekën Valbonën thellësisht. Ajo kujtoi atë vajzë që ishte një ditë, para se ambicia të konsumonte gjithçka. Mami, si ja dole të mbash mirësinë tënde pavarësisht gjithçkaje? Ke kaluar kaq shumë, ke rritur një vajzë vetëm, ke punuar kaq shumë. Zonja Marieta buzëqeshi. Sepse gjithmonë e kam ditur se mirësia nuk është dobësi.
Është forcë. Është të zgjedhësh të jesh njerëzore edhe kur bota përpiqet të bëjë të ashpër. Dhe unë kur nuk i lash vështirësitë të ma vidhnin këtë. Valbona kaloi edhe disa ditë në shtëpinë e nënës duke e ndihmuar në punë të thjeshta të përditshme. Shkuan së bashku në treg, gatuan së bashku, pan telenovel së bashku. Gjëra që Valbona nuk i kishte bërë prej vitesh dhe që tani dukeshin se kishin një kuptim të veçantë. Çdo ditë ndjehej më e lidhur me veten, më afër personit që kishte qenë para se të ndërtonte të gjitha ato shtresa mbrojtjeje dhe ftohtësie. Në ditët në vijim, Valbona filloi të kërkonte informacione për zonja Teutën. Zbuloi se ajo jetonte në një lagje të thjeshtë të zonës lindore të Tiranës, në një kompleks banimi. Punonte si vullnetare në një kishë lokale, duke ndihmuar në shpërndarjen e ushqimit për familjet në nevojë. Valbona hezitoi disa herë para se të shkonte atje. Kishte frikë nga refuzimi. Frikë të përballej përsëri me dhimbjen që kishte shkaktuar. Por më në fund, në një të enjte pasdite, mblodhi kur ajo u vesh thjesht, pa kostumet e shtrenjta dhe bishuterit vezulluese. Vetëm pantallona jeans dhe një bluzë të bardhë. Mori një autobus drejt lagjes, diçka që nuk e kishte bërë prej vitesh, dhe eci nëpër rrugë derisa gjeti adresën. Gjatë udhëtimit me autobus, Valbona vëzhgoi njerëzit rreth e rrotull. Një zonjë me çanta blerjesh. Një i ri duke studiuar për një provim. Një nën duke qetësuar një foshnjë që qante. Të gjithë duke jetuar jetët e tyre, me sfidat dhe gëzimet e tyre. Dhe ajo vuri re se sa shumë ishte izoluar nga kjo botë reale, duke jetuar në një flusk luksi dhe sipërfaqësoreje. Kur ra në derën e apartamentit të zonja Teutës, zemra i rrite aq fort sa dukej se do të shpërthente. Dera u hap, dhe ja ku ishte ajo. Gruaja që Valbona kishte poshtëruar. Më e vjetër, më e brisht, por me të njëjtët sy të sjellshëm. Zonja Teuta e njohu menjëherë. Shpreha e saj ndryshoi, duke u bërë e kujdesshme, por jo armiqësore. Valbona. Zonja Teuta, unë e di që nuk kam të drejtë të jem këtu. E di që nuk e meritoj kohën tuaj. Por më duhej të vija. Më duhej të flisja me ju. E moshuara hezitoi, por më pas hapi derën pak më shumë. Hyni. Apartamenti ishte i vogël, i pastër, i ngrohtë. Foto të Gentianit në faza të ndryshme të jetës dekoronin muret. Kishte një divan të thjeshtë, një tavolinë ngrënieje, një kuzhinë të integruar. Gjithçka shumë ndryshe nga luksi me të cilin Valbona ishte mësuar, por kishte diçka aty që apartamenti i saj nuk e kishte pasur kurrë, ngrohtësi njerëzore. Ato u ulën. Zonja Teuta ofroi ujë, por Valbona refuzoi me edukat. Qëndruan në heshtje për disa sekonda para se Valbona të fillonte të fliste, zëri i mbytur. Zonja Teuta, unë erdha këtu të kërkoj falje. Vërtet. Jo sepse dua të pastroj imazhin tim apo sepse po përpiqem të rikuperoj diçka. Erdha sepse ajo që bëra me ju ishte e pafalshme. Ishte mizore. Ishte çnjerëzore. Dhe unë e mbaj këtë me vete çdo ditë që nga ajo natë. E moshuara e vëzhgonte, e qetë, duke e lënë të vazhdonte. Isha aq e shqetësuar të dukesha e rëndësishme, të mbaja këtë imazh suksesi, sa harrova plotësisht të isha njerëzore. Ju erdhët tek unë me sjellje të mirë, me dashuri, dhe unë u përgjigja me përbuzje. Ju hodha verë. Ju poshtërova publikisht. Dhe asgjë që them tani nuk do ta fshijë këtë. Asgjë nuk do ta heqë dhimbjen që shkaktova. Por më duhej që ju të dinit se unë e kuptoj seriozitetin e asaj që bëra. Dhe se jam vërtet e penduar. Zonja Teuta pshertiu butësisht. Duart e saj, të rrudhura por të forta, pushonin në prerë. Valbona, nuk do të gënjej dhe të them se nuk më dhem. Më dhem shumë. Por e di çfarë më dhem më shumë. Ishte të shija dik kaq të re, kaq të aftë, kaq plot potencial, duke e shpërdoruar gjithë këtë me arrogancë dhe ftohtësi. E di. Dhe dua të ndryshoj. Nuk e di nëse mundem. Nuk e di nëse është tepër vonë. Por dua të provoj. E moshuara e studioi për një kohë të gjatë para se të thoshte, unë të fal, Valbona. Jo sepse e meriton, por sepse mbajtja e mërisë vetëm më dëmton mua. Por falja nuk do të thot harres. Dhe nuk do të thot se gjithçka është mirë. Do të thot vetëm se unë zgjedh të mos e mbaj më këtë barë. Valbona ndjeu lotët t'i rridhnin lirshëm. Faleminderit.
faleminderit që ma dha të këtë, edhe pa e merituar. Ato biseduan edhe pak. Zonja Teuta i tregoi për Gentianin, për mënyrën si ai kishte qenë gjithmonë një djalë i ndjeshëm, inteligjent, i vendosur. Si ajo e kishte rritur vetëm, ashtu siç kishte bërë nëna e Valbonës. Si ai gjithmonë kishte ndihmuar ata që kishin nevojë, edhe kur nuk kishte shumë. Djali im nuk e bëri atë që bëri për hakmarrje, shpjegoi zonja Teuta. Ai e bëri sepse duhej të tregonte se veprimet e tua kanë pasoja. Se nuk mund t'i trajtosh njerëzit si plera vetëm sepse mendon se je mbi ta. Ai kishte të drejtë. Plotësisht të drejtë. Zonja Teuta ofroi çaj dhe, këtë herë, Valbona pranoi. Ndërsa e moshuara përgatiste, Valbona shikoi më me vëmendje rreth e rrotull. Pa libra mbi tavolinë, të gjithë të lidhur me spiritualitetin dhe mirësinë. Pa foto të Gentianit fëmijë, gjithmonë duke buzëqeshur. Pa një altar të vogël me qirin dhe imazhe fetare. Ajo shtëpi e thjesht merrte frym paqe dhe dashuri, diçka që apartamenti luksos i Valbonës nuk e kishte pasur kurrë. Kur u ulën përsëri për të pirë çaj, zonja Teuta tha: "E di, Valbona, unë kam kaluar shumë gjëra në jetë. Humba burrin tim e re, rrita djalin tim vetëm, punova në 3 punë njëkohësisht për të vënë bukë në tryez. Por kur nuk humba besimin në mirësinë e njerëzve. Sepse besoj se të gjithë mund të ndryshojmë nëse vërtet duam." "Ju jeni e jashtëzakonshme," murmuriti Valbona. "Si arrini të jeni kaq e sjellshme pas asaj që bëra? Sepse mbajtja e zemërimit vetëm do të më dëmtonte. Dhe sepse shoh të ty atë që djali im pa një ditë, potencial për të qenë më e mirë." Kur Valbona doli nga apartamenti i zonja Teutës, u ndje ndryshe. Më e lehtë, në një farë mënyre. Falja nuk fshinte atë që kishte bërë, por i jepte asaj një shans për të vazhduar përpara pa peshën dërmuese të fajit të plotë. Në javët në vijim, Valbona filloi të rindërtonte jetën e saj, por në një mënyrë tjetër. Nuk u kthye në botën agresive korporative. Në vend të kësaj, filloi të punonte si konsulente vullnetare për biznese të vogla, duke ndihmuar sipërmarrësit fillestar të strukturonin bizneset e tyre. Përdori të gjithë njohurinë që kishte grumbulluar ndër vite, por tani me një qëllim ndryshe, të ndihmonte, jo të dominonte. Ajo shiti apartamentin luksos në blok dhe bleu një më të vogël, më modest, në Laprak, pranë vendit ku jetonte nëna e saj. Simplifikoi jetën e saj, uli shpenzimet e panevojshme, mësoi të jetonte me më pak. Dhe zbuloi se, ironikisht, ishte më e lumtur se kur më parë. Një ditë, 3 muaj pasi gjithçka ishte shkatëruar, Valbona ishte në një kafene pranë shtëpisë së nënës kur pa Gentianin të hynte. Ai e pa gjithashtu dhe, për një moment, dukej se po konsideronte të largohej. Por më pas, për habin e saj, ai eci drejt tavolinës së saj. "Mund të ulem?" pyeti ai. "Të lutem." Ata porositën kafe dhe qëndruan në heshtje për disa çaste para se Gentiani të fliste. "Nëna ime më tregoi për vizitën tënde. Më falni që u shfaq pa paralajmërim." "Unë vetëm." "Jo," e ndërpreu ai. "Ishte mirë." Ajo mbeti e prekur. Tha se pa sinqeritet të ty për herë të parë. Valbona buzëqeshi trishtueshëm. Nino Gjout është një grua e jashtëzakonshme. Shumë bujare, duke marrë parasysh atë që bëra. Gentiani u pajtua. Ajo gjithmonë ka qenë kështu. Mëson me shembull. Ata biseduan për më shumë se 1 orë. Gentiani tregoi si kishte ndërtuar pasurinë e tij, duke përdorur njohuri financiare dhe investime inteligjente. Shpjegoi se gjithmonë kishte preferuar të qëndronte në prapasken, pa tërhequr vëmendjen. Dhe pranoi se vërtet kishte besuar te Valbona në fillim, duke parë te ajo potencialin për të qenë më shumë se thjesht një sipërmarrëse e suksesshme. "Por ti humbe rrugën," tha ai, pa mizori, vetëm duke konstatuar një fakt, dhe kur pash si e trajtove nënën time, kuptova se nuk mund ta mbështesja më këtë. Nuk ishte për hakmarrje. Ishte për integritet. E kuptoj. Dhe ti kishe të drejtë. Gentiani piu një glënjë kafe para se të vazhdonte. "E di, Valbona, kur punoja në kompaninë tënde, shija si I trajtoje njerëzit. Gjithmonë ka pasur kjo distancë, kjo ftohtësi. Por gjithashtu shija momente kur vërtet kujdeseshe për një projekt, për një rezultat. Mendova se ndoshta, me kalimin e kohës, ti do të piqeshe. Se suksesi nuk do të shkonte në kokë. Por ndodhi e kundërta.
Unë e lash suksesin të më përcaktonte. E lash të bëhej më i rëndësishëm se çdo gjë tjetër. Dhe tani? Çfarë po bën? Valbona i tregoi për punën vullnetare, për ndihmën ndaj sipërmarrësve të vegjël, për jetën më të thjeshtë që po ndërtonte. Gentiani dëgjoi me vëmendje të vërtetë. Kur u përshëndetën, Gentiani tha diçka që mbeti në mendjen e Valbonës. E di, unë gjithmonë kam besuar se ti kishe potencial për të qenë e jashtëzakonshme. Vetëm nuk e dija se do të ishte në këtë mënyrë. Por mendoj se kjo version i yti është shumë më i mirë se i mëparshmi. Valbona u kthye në shtëpi atë natë duke reflektuar për gjithçka. Për sa shumë kishte humbur, por gjithashtu për sa shumë kishte fituar. Kishte humbur një kompani, një reputacion, një stil jetese. Por kishte fituar për ulësi, empati, qëllim të vërtetë. Në javët në vijim, Valbona vazhdoi me punën e saj vullnetare, tani me edhe më shumë përkushtim. Ndihmoi një sipërmarrëse të re të strukturonte një biznes rrobaqepsie, pikërisht siç bënte nëna e saj. Mbështeti një grup grash të krijonin një kooperativë artizanale. Mbante leksione sa herë që ftohej, duke ndarë historinë e saj pa filtra, pa frikë nga gjykimi. Ishte përmes një prej këtyre leksioneve që ajo takoi Arjanin, një avokat që punonte me të drejtat e sipërmarrësve të vegjël. Ai u ofrua të ndihmonte Valbonën të formalizonte më mirë punën vullnetare që po bënte. Ti po bën një punë të jashtëzakonshme, por pa strukturë formale, është e vështirë të zgjerosh ndikimin. Sugjerimi mbolli një farë në mendjen e Valbonës. Dhe ishte në këtë moment që erdhi telefonata e papritur. Një ditë, ajo mori një telefonat nga Flamur Agolli, ish kryetari i bordit të Meta i investimeve. Kompania ishte shitur një grup ndërkombëtar dhe aksionarët e mbetur do të merrnin pjesën e tyre. Valbona do të kishte të drejtën e një shume të konsiderueshme, rezultat i viteve punë dhe investimeve që kishte mbajtur. Valbona, e di që ti mund të mos duash ta dish këtë, tha Flamuri, por mendova se ishte e drejtë të informoja. Parat do të depozitohen në llogarinë tënde në javët në vijim. Ajo falenderoi, por kur e mbylli, nuk ndjeu entuziazmin që do të priste të ndjente muaj më parë. Parat ishin të mirë se ardhura, sigurisht. Do të jepnin më shumë siguri, do të lejonin të ndihmonte më shumë njerëz. Por nuk e përcaktonin më. Nuk ishin më masa e vlerës së saj. Valbona bisedoi me nënën e saj se çfarë të bënte me burimet. Zonja Marieta, e mençur si gjithmonë, tha, vajza ime, ti tashmë e di çfarë duhet të bësh. Zemra jote tashmë ka vendosur. Dhe kishte të drejtë. Valbona vendosi të përdorte një pjesë të konsiderueshme të burimeve për të krijuar një fondacion të orientuar drejt arsimit dhe sipërmarrjes në komunitetet me të ardhura të ulta. Do të ishte mënyra e saj për të kthyer, për të transformuar gabimet e së kaluarës në veprime pozitive për të ardhmen. Bisedoi me Gentianin për idenë dhe ai ofroi ndihmë në strukturimin e saj. Por një kusht, tha ai me një buzëqeshje. Nëna ime duhet të jetë presidentja e nderit. Valbona qeshi me lot në sy. Do ta doja këtë. Kur ja prezantuam propozimin zonja Teutës, e moshuara u emocionua. Jeni të sigurt? Unë jam vetëm një zonjë e thjeshtë. Pikërisht prandaj, tha Valbona, duke ja shtrënguar duart. Ju përfaqësoni gjithçka që ky fondacion dëshiron të promovojë. Mirësi, bujari, forcë. Ju më keni mësuar më shumë në disa minuta se sa më kanë mësuar vite më bë. Ju lutem, pranoni. Zonja Teuta pranoi dhe në muajt në vijim punuan së bashku në krijimin e fondacionit Rinisja. Emri ishte sugjerimi i Valbonës dhe të gjithë ranë dakord menjëherë. Fondacioni do të ofronte kurse falas, mentorim, mikrokredi dhe mbështetje psikologjike për njerëzit që dëshironin të ndërmerrnin ose të rinisnin pas momenteve të vështira. Gjatë përgatitjeve, Valbona kaloi shumë kohë me zonja Teutën, duke mësuar më shumë për jetën e të moshuarës, për mençurinë e saj, për mënyrën e saj të shikimit të botës. Zbuloi se zonja Teuta kishte përballuar sfida të papërballueshme, por kur nuk e kishte humbur besimin në mirësinë njerëzore. E di, Valbona, tha ajo një ditë, ndërsa pinin çaj, jeta gjithmonë na jep shanse të dyta. Sekreti është të kesh për ulësi për t'i pranuar ato. Inaugurimi zyrtar u bë në një të shtunë me diell, në një hapësirë të marrë me qira në qendër të Tiranës. Nuk ishte luksoze si eventet që Valbona zakonisht frekuentonte, por ishte plot jetë. Njerëz të gjitha moshave, vullnetar, përfitues të ardhshëm, partner.
Shtypi ishte aty, jo për të mbuluar një skandal, por për të dokumentuar diçka pozitive që linte nga hiri i së kaluarës. Valbona u ngjit në skenë për të folur, por këtë herë pa nervozizëm. Pranë saj, zonja Teuta, Gentiani, zonja Marieta dhe i gjithë ekipi i fondacionit. Një vit më parë, filloi Valbona, isha në një skenë shumë ndryshe nga kjo. Në një event luksos, e rrethuar nga njerëz të rëndësishëm, gati të nënshkruaja kontratën më të madhe të jetës sime. Mendoja se ai ishte kulmi i suksesit. Por isha plotësisht gabim. Ajo shikoi zonja Teutën, e cila buzëqeshte me sy që shkëlqenin. Suksesi i vërtet nuk është në sa ke, por në sa jep. Nuk është në sa njerëz të admirojnë, por në sa jetë prek në mënyrë pozitive. Dhe unë e mësova këtë në mënyrën më të dhimbshme të mundshme. Valbona tregoi shkurtimisht historinë e saj, pa fshehur gabimet, por duke u fokusuar te mësimet. Foli për rëndësinë e trajtimit të gjithë njerëzve me dinjitet, pavarësisht statusit të tyre. Për mënyrën si arroganca mund të shkatërrojë gjithçka që ndërtohet. Dhe për mënyrën si gjithmonë ka kohë për të rinisur, nëse ka vullnet të vërtet për ndryshim. Ky fondacion lind nga gabimi im më i madh dhe mësimi im më i madh. Ai ekziston që njerëzit e tjerë të mos kenë nevojë të bien aq thellë për të mësuar atë që mësova unë. Ai ekziston për të thënë se rinisjet janë të mundshme. Se shanset e dyta ekzistojnë. Dhe se të gjithë ne, absolutisht të gjithë, meritojmë dinjitet dhe mundësi. Kur mbaroi, duartrokitjet ishin të ngrohta dhe të sinqerta. Valbona pa nënën e saj duke fshirë lot krenarie. Pa Gentianin duke tundur kokën në shenjë miratimi. Pa zonja Teutën duke buzëqeshur në një mënyrë që thoshte më shumë se 1000 fjalë. Pas ceremonisë, ndërsa bisedonte me pjesëmarrësit, një ere ju afrua me ndrojtje. Valbona, mund të flas me ju? Sigurisht. Ereja, e cila u prezantua si Bora, tregoi se kishte humbur punën kohët e fundit pas një gabimi të rëndë që kishte bërë. Ndihej pa shpresë, duke menduar se nuk do të mund të ngrihej më kurrë. Por duke dëgjuar historinë tuaj sot, kuptova se gabimet nuk na përcaktojnë për gjithmonë. Se mund të mësojmë dhe të rritemi. Faleminderit që e ndani këtë. Valbona përqafoi Borën dhe i pëshpëriti, do të jesh mirë. Do të shkoj mirë. Dhe nëse ke nevojë për ndihmë, ne jemi këtu. Në mbrëmje, kur të gjithë ishin larguar dhe hapësira ishte bosh, Valbona mbeti vetëm për disa minuta, duke shikuar rreth e rrotull. Mendoi për gjithçka që kishte jetuar në vitin e fundit. Lavdin, rënien, rindërtimin. Dhe vuri re se, ironikisht, humbja e gjithçkaje kishte qenë më e mira që mund t'i kishte ndodhur. Sepse e kishte detyruar të përballej me atë kush ishte vërtet. Dhe të vendoste kush donte të ishte. Celulari i saj ra. Ishte një mesazh nga Gentiani, urime për eventin. Nëna ime nuk pushon së foluri se sa e lumtur është. Dhe unë gjithashtu jam. Ti ja dole, Valbona. Ja dole të transformohesh vërtet. Ajo buzëqeshi, duke shkruar një përgjigje, faleminderit. Për gjithçka. Për mënyrën si më tregove se çfarë isha bërë. Për mënyrën si më dhe shansin, edhe pa e ditur, të bëhem dikush më i mirë. Muajt u shndërruan në vite. Fondacioni Rinisja u rrit duke ndihmuar qindra njerëz të strukturonin biznese, të ngriheshin nga rënjet, të gjenin qëllim. Valbona vazhdoi të punonte pa u lodhur, por tani me një objektiv ndryshe nga ai që kishte më parë. Nuk donte më pushtet apo njohje. Donte vetëm të bënte ndryshim. Ajo dhe Gentiani zhvilluan një miqësi të vërtetë. Nuk ishte romancë, ishte diçka më e thellë, respekt i ndërsjell, admirim, partneritet në ndërtimin e diçkaje më të madhe. Zonja Teuta u bë një figurë e dashur në fondacion, gjithmonë e pranishme, gjithmonë bujare me këshilla dhe përqafime. Valbona kur nuk u kthye në botën tradicionale korporative. Kur nuk u përpoq të rindërtonte meta i investimet apo të rikuperonte statusin që kishte më parë. Sepse kishte mësuar se ai status ishte i zbrazët. Ishte bazuar në pamje, jo në thelb. 5 vjet pas natës fatale, Valbona u ftua të mbante një leksion në Universitetin e Tiranës, ish fakulteti i saj. Kur u ngjit në skenën e auditorit të mbushur plot me studentë të rinj të administrimit, ndjeu një emocion të thellë. Aty ishte ajo, kthyer në vendin ku kishte filluar gjithçka, por si një person krejtësisht tjetër.
Gjatë rrugës për në fakultet, Valbona kaloi nëpër bulevardin në dëshmorët e kombit, ku ndodhej ish ndërtesa e Meta i investimeve. Ndaloi për një moment duke shikuar ndërtesën e xhamit që një ditë kishte përfaqësuar krenarinë e saj më të madhe. Tani, një kompani tjetër zinte ato kate. Drejtues të tjerë merrnin vendime aty. Dhe Valbona ndjeu vetëm mirënjohje që nuk ishte më e bllokuar në atë botë. Kur u diplomova këtu, filloi ajo leksionin, isha absolutisht e sigurt se suksesi nënkuptonte të arrije në maj, pa marrë parasysh si. Nënkuptonte të kishe më shumë para, më shumë pushtet, më shumë status se çdo person tjetër. Dhe për vite me radhë, e ndoqa këtë me gjithçka që kisha. Ajo bëri një pauzë, duke parë fytyrat e reja dhe të vëmendshme. Ja dola. Arrita në maj. Ndërtova një kompani milionëshe. Isha gati të nënshkruaja kontratën më të madhe të jetës sime. Por isha plotësisht e zbrazët brenda. Dhe kur rash, kur humba gjithçka, kuptova se kur nuk kisha pasur asgjë me vlerë. Valbona tregoi historinë e saj edhe një herë, tani me perspektivën e viteve të reflektimit dhe rritjes. Foli për gabimet, mësimet, transformimin. Ndau numra konkret të fondacionit rinisja më shumë se 500 njerëz tashmë ishin ndihmuar, 200 biznese të strukturuara, jetë të panumërta të transformuara. Dhe mbaroi duke thënë, ju do të dilni nga këtu me diploma, me njohuri, me ambicie. Dhe kjo është e mrekullueshme. Por ju lutem, mos bëni gabimin që bëra unë. Mos sakrifikoni humanitetin tuaj në altarin e suksesit. Mos i trajtoni njerëzit si shkallë për të ngjitur. Sepse në fund, ajo që vërtet ka rëndësi nuk është sa keni, por kush jeni. Dhe asnjë sasi parash apo pushteti nuk vlen humbjen e shpirtit tuaj. Auditori mbeti në heshtje për një moment para se të shpërthente në duartrokitje. Studentët u ngritën. Disa kishin lot në sy. Dhe Valbona e dinte se mesazhi i saj kishte arritur të paktën disa nga ato mendje të reja dhe ambicioze. Pas leksionit, disa student ju afruan për të biseduar. Njëri i quajtur Roland, në vitin e fundit të studimeve, pyeti, Valbona, a pendoheni që ndërtuat Meta i investimet? Që kërkuat suksesin? Ajo mendoi me kujdes para se të përgjigjej. Nuk pendohem që kërkova suksesin. Pendohem që e përcaktova suksesin në mënyrën e gabuar. Nëse do të mund të kthehesha pas, do të mbaja ambicien, punën e palodhur, vendosmërinë. Por do të ndryshoja plotësisht vlerat e mia, do t'i trajtoja njerëzit me respekt që në fillim. Do të përdorja njohuritë e mia për të ngritur, jo për të dominuar. Kur doli nga fakulteti, gjeti një pasqyrë në korridor. Ndaloi, u shikua për një kohë të gjatë. Pa fijet e bardha që fillonin të shfaqeshin në flokë. Rrudhat që formoheshin në këndet e syve. Shenjat e një jete të jetuar, të mësimeve të mësuara. Dhe buzëqeshi. Sepse më në fund, pas të gjithë atyre viteve kërkimi, Valbona Metaj kishte gjetur atë që vërtet kërkonte. Nuk ishte në majë të një ndërtese korporative. Nuk ishte në një kontratë milionëshe. Nuk ishte në evente luksoze apo në faqet e revistave. Ishte brenda saj. Gjithmonë kishte qenë. Ajo vetëm duhej të humbiste gjithçka për ta parë më në fund. Dhe ndërsa ecte nëpër rrugët e Tiranës atë pasdite, pa shofer privat, pa roje, pa drita reflektuese, Valbona ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer kurrë në ditët e saj të lavdis, liri të vërtetë. Liri për të qenë ajo që ishte vërtet, pa maska, pa pretendime, pa frikë. Ajo ndaloi në një kiosk gazetash dhe bleu një kopje të një reviste biznesi. Në kopertinë ishte fotoja e një sipërmarrëseje të re që festoi si premtimi i ri i tregut. Valbona e shikoi atë imazh dhe dërgoi një lutje të heshtur, që ajo e re të mos bënte të njëjtat gabime. Që të gjente ekuilibrin para se t'i duhej të binte. Ajo kishte humbur një kompani. Por kishte gjetur veten. Dhe në fund, zbuloi se kjo ishte e vetmja arritje që vërtet kishte rëndësi. Fundi i historisë të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Valbonës dhe zonja Teutës t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim rënjeje dhe rindërtimi, lëreni pëlqimin tuaj, abonoheni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju ka shënuar më shumë në këtë histori. Ishte transformimi i Valbonës? Ishte bujaria e zonja Teutës për të falur? Apo ishte mësimi se kur nuk është vonë për të rinisur?
Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që na bëjnë të reflektojmë mbi zgjedhjet dhe vlerat tona. Çdo histori është një mundësi për të mësuar, për të rritur, për të emocionuar. Ju presim në episodin e radhës me një histori të re që do t'ju prek emocionet dhe do t'ju bëjë të mendoni për jetën në një mënyrë tjetër.